Shikosh zemrën e njeriu që ke dashur gjithë jetën dhe prap të mos ishe lumtur. Kjo është historia e njerëzës e cila ka bërë gjëra të cilat e përndjekin gjithë jetën. Ajo jeton sot me dilemën që nuk e le të qetë. A është kjo jetë zgjedhja ime apo ndëshkimi im? Anjezën e kemi në linjë telefonike për të ndarë një histori të jetë të pazakontë. Anjeza? Përshëndetje, Lona. Përshëndetje. Anjeza ti sot je 35 vjeç. Ke arritur gjërat që do në jetë. Çfarë të mundon? Pse nuk je akoma e lumtur? Ndoshta sepse këto gjëra që arritën në jetë ndoshta kishin nisjen e gabuar. Janë disa bara ndoshta që më ngarkojnë psikologjikisht dhe shpirtërisht, ndoshta nuk e arrit dot pjesën e lumturisë edhe pse I kam gjërat që nuk kisha dashur të kisha tashmë në jetë. E do burrin tënd ti sot? Apo ai vazhdon të mbetet ai fiksimi që kishe dikur për të? Në një farë mënyrë mendoj që është një miks ndjenjash. E dua, por mendoj që është ajo plotësimi që unë kisha kërkuar gjithmonë ta kisha në jetë dhe ndoshta tani që tashmë bën vite që e kam, ndoshta mendoj që nuk ishte ai që doja në të vërtetë në jetë. Nuk ka një shpjegim të mirëfillt për të ta dhënë. Po ai si sillet me ty, mendon që ai të do, të respekton? Si çdo çift, si çdo familje shqiptare, normalisht edhe ne kemi zënkat tona, ato problemet që variojnë ditë pas dite, por mendoj që më do, ose ndoshta jam bërë një pjesë e domosdoshme e jetës së tij, pasi kanë kaluar shumë vite, dhe për këtë nuk mund të jap një përgjigje të saktë, sepse ka veprime që tregojnë që më do dhe ka veprime që tregojnë që edhe nuk më do. Ne do flasim edhe pak më vonë për martesën tënde dhe historinë se si ka vijuar më pas me kohën, por zanafilla e gjithë ngjarjeve të tua nis në kohën e adoleshencës tënde, kur ti ishe një vajzë e re me ëndra, me dëshira si gjithë të rinj të moshës, por në fakt, ndryshe nga të tjerët, ti nuk ishe një fëmijë, një adoleshente e pranuar. Pse ndodhte kjo gjë me ty? Me thënë të drejtën, në gjimnaz kam qenë e bullizuar nga të gjithë, dhe pothuajse nuk kam pasur asnjë shoqe. Dhe mendoj që pamja ime ishte ajo që I largonte njerëzit nga unë. Dhe këtë pjesë e kam vojtur shumë, nuk isha se me këtë flisja. Dhe atëre ishte edhe koha e tillë, ndoshta në adoleshencën time para disa viteve, shumë viteve mendoj tani, ishte edhe prindri që nuk na kushtonin rëndësi, e mendonin atë pjesën se ishte normale dhe nuk kishte ato pyetjet ose përkushtime që të na pyesnin se çfarë mund të ndjeja unë, ose se isha unë e pranuar në shoqëri apo jo. Mendoj që njëra nga arsyet ishte pamja ime. Që unë mendoj që nuk arria dot kriteret e bukurisë që mund të konsideroheshin të pranueshme në shoqëri. Po ti këtë gjë e ndjeje vetë apo të bënin të tjerët? Ta perceptoje kështu? Absolutisht që ma vinin në pak të tjerët dhe ma theksonin këtë pjesën dhe normalisht duke ma thënë disa herë dhe shumë veta, shumë pjesë të shoqërisë, fillova të mësohesha dhe ta pranoja atë pjesën time. Çfarë të thoshin moshatarët e tu? Si të bullizonin? I mban mend? Pjesa ime jo korrekte e simetrisë së fytyrës ishte që të kisha bullizime të shumta në atë kohë. Pjesa je e shëmtuar, Ta thoshin, je e shëmtuar. Po. Pseudonimi im ishte Shëmtaraqe. Ose njeriu I çuditshëm, mund ta themi, kishte shumë tipologji të tilla. Me thënë të drejtën që tani ndoshta në këtë moshë mua më vjen edhe për të qeshur sepse Anjeza, po si përjetoje ti të gjitha këto fjalë që të vinin? Çfarë ndjeje ti për veten? Me thënë të drejtën, I kam përjetuar jashtëzakonisht shumë keq sepse ishte edhe mosha e tillë që përjetonim dhe I seksonim në mendjen tonë të gjitha ato fjalët. Edhe mund të them edhe një detaj që kam krijuar dhe ide në mendjen time për vetvrasje. Të ndodhe shpesh? Nga fjalët e tilla. Të ndodhe shpesh Anjeza? Dhe jo një herë, shumë herë. Ke pasur vetëm mendime apo ke shkuar drejt tentativës? Mund të them që kam shkuar drejt tentativës në atë moshë dhe kur e mendoj tani, mendoj që ka qenë gabim shumë I madh. Duke menduar dhe sa shumë e kam vuajtur. Në ato përpëlitjet e tua të brendshme, në ato mendimet e tua të errta,
Çfarë të bënte ti ishe kaq e pa shpresë? Doje t'i jepje edhe fund jetës? Sepse nuk kisha asnjë njeri plan, nuk kisha as një shoqe, absolutisht as një lloj mbështetje ku unë mund të shpresha ose sado të ngushëllohesha sadopak me faktin që kisha dikë që mund të më dëgjonte ose mund të më jepte pak kurajo. Kërkoje të kishe komunikim me shoqet? Kërkoje ti të afrohesha? Patjetër, vazhdimisht dhe mbaj mend që gjithmonë përpiqesha të krijoja shoqëri, vazhdimisht përpiqesha të krijoja kontakt ose të bëja diçka që mund të dilte edhe jashtë natyrës time për të krijuar sadopak shoqëri, duke parë në gjimnaz grupe shoqërore që rinin bashkë dhe unë isha gjithmonë ajo dele e zezë, Nuk të vetmuar pas një shoqë. Fatkeqësisht jo. Ç'a ndiheti për veten në ato kohë? Tani, në këto moment që mendoj ndjej keqardhje, po në ato kohë mbaj mend që ndjeja në veri nga vetja ime, ndjeja, domethënë, aq shumë i kisha të dëgjuara sa edhe unë nuk e pranoja veten time. Unë dua të ndalemi pak te Jona sepse ky është një moment delikat që të përket ty, por ndoshta edhe shumë personave të tjerë të cilët janë gjendur në këtë situatë apo ndoshta edhe përballen me një situatë të tillë bullizimi. Jona është një situatë vërtet traumatike për një fëmijë që nuk di si ta menaxhojë që situatat dhe rrethanat dhe bashkëmoshtarët e shtyn deri në mendime shumë të errta. Po, nëse në fëmijërinë marrim atë bazën e besimit ton tek prindrit, tek familja jonë, në adoleshencë ne priremi ta kërkojmë tek bashkëmoshatarët, të kuptojmë më shumë veten, të kuptojmë më shumë se si tjerët na perceptojnë, dhe nëse një perceptim i tillë fillon të jepet nga bashkëmoshatarët, pra ti je shëmtuar ose distanca sociale, mund të krijojë besime të frikshme brenda nesh, që mund të jetë dhe unë nuk meritoj të jetoj, siç edhe në këtë rast Anjeza e ka nisur ose e ka filluar ta bind veten me këtë deklaratë të brendshme. Nuk e di nëse për shembull ka marrë sadopak në fëmijëri një bazë besimi apo një bazë vlerësimi nga prindrit, sepse edhe kjo mund të jetë ndihmuese. Pra nëse ne përballemi në adoleshencë me këto kritika të jashtme, me këto gjykime, ndoshta mund të jetë një mbrojtje të paktën e nisur në fillim që mund të jepet nga familja dhe për këtë dua ta pyes pak Anjezën, nëse në shtëpinë tënde Anjeza si ishte atmosfera, domethënë nëse atje jepej diçka që ti fillove të rrisje besimin brenda vetes apo edhe aty nuk ndiheshe mjaftuar mirë me veten. Familja ose shtëpia, prindit, mami dhe babi kanë qenë gjithmonë mbështetës edhe kur unë vija e mërzitur normalisht nëna e një fëmijën e vet, thoshte gjithmonë që pse je e mërzitur, do thosha pse nuk më ka bërë të bukur si të gjithë shoqet. Dhe më thoshte ti je më e bukur në botë dhe unë mendoj që mbështetja e prindërve ka qenë një nga arsyet unë nuk arrita të përfundoja në ato mendime të errta që kisha për të dhënë fund jetës time. Pra, të kanë ndihmuar. Këtë doja të cilësoja. Po, Sa rëndësishme është që ne ta marrim një bazë të mirë në familje, sepse mund të bëhet si ajo mbrojtëse, siç po thoja, të paktën mund të jetë shumë e hollë, mund të mos jetë mjaftueshme, por sidoqoftë ndihmon që ti të përballesh me ato komentet negative. Sepse ti ka dhënë konfirmimin e kundërt nga ato çfarë merrte nga bota jashtë. Ti je më e bukur në botë, thoshta. Prandaj dua të shkojmë edhe në retrospektiv kur ndodhin këto ngjarje bullizuese, sepse nëse në familje ne jemi ndjer të gjykuar dhe në shoqëri më pas sërish të gjykuar, mund të ndodhë që ne të realizojmë pastaj edhe aktin final, siç edhe ka ndodhur në raste që mund të kemi dëgjuar. Po, sepse ndjenja që ka përjetuar Anjeza për veten thotë shkova deri në neveri. Po. Edhe është ndoshta besoj përjetimi më i ulët për vetveten. Të kenë të ndjesh neveri nga vetja. Po, është një nga emocionet në fakt më të rënda që ne mund të ndjejmë. Të përfshirë dhe turpin. Shumë psikologë e baraspeshojnë ndjenjën e turpit me atë tmerrin e vdekjes. Pra nëse ne ndjejmë turp për veten, krahasuar me atë që çfarë tjerë na thonë në shoqëri, mund të jenë aq të forta ndjenjat tona sa mund të barazojmë me këtë akt. Sa të rëndësishme janë disa situata dhe disa sjellje që kalojnë në moshë të adoleshencës apo në moshën që Anjeza është përballur me këto. Megjithatë unë dua të vijojmë pak më tutje në histori sepse jeta e Anjezës ka disa etapa dhe është momenti që në këtë kohë, në këto ujëra të turbullta Anjeza, kur ti gjykoheshe, bullizoheshe, talleshe, fyeshe, kur ti kishe filluar të ndjeje neveri për veten,
Nga ana tjetër ti kishe filluar të kishe edhe ndjenjat e tua emocionale, si çdo vajzë, si çdo e re. Dhe të kishe edhe pëlqimet e moshës. Ndodhte që dikush apo ka ndodhur që ndonjë djalë kishte tërheqje për ty? Si çdo vajzë ka pëlqimet e mia për djemsit se ishte mosha e tillë, por askush nuk më përfillte. Normalisht që kisha qef një djalë, domethënë unë vjen nga një qytet i vogël, që ka pasur shumë njerëz, edhe me thënë të drejtën ishte hera e parë që më shqipej se është burim aktual, ishte 3 vjet më i madh se mua, dhe shkoj në qytet të dal nga shkolla, nga gjimnazi, dhe më pëlqeu shumë, me thënë të drejtën, por krijuam një lidhje, si me thënë. Si u afruat me njëri tjetrin? Kush e bëri hapin e parë? Në atë kohë që ne kemi krijuar lidhjen, ka qenë dhe kohë tjetër pak nga kjo, nuk ka qenë kaq e zhvilluar pjesa e bisedës mes një çuni dhe një vajze. Hapin e parë indikacion unë dash me thënë të drejtën me shikimet ose me biseda duke i folur. E ndjeja që më shpërfillte, nuk është se kishte një ndjenjë për mua, por megjithatë ne krijuam një lidhje. E dija që po më përdorte për të kaluar kohën. Po si ndiheshe di kur ai të shpërfillte dhe kur kuptove që ai thjesht të përdorte për të kaluar kohën, për të argëtuar me ty? Si ndiheshe ti brenda vetes, se besoj ti kishe ndjenja të pastra për të? Patjetër, unë rash në dashuri, edhe pse dija që ai nuk mundonte, sepse ishte shumë veprime kur ishte me shokë, as nuk njihte syt, domethënë bënte gjithmonë atë pjesën se kur ne nuk njihteshim. Dhe di që i vinte turp nga mua, apo që të tregonte që ne kishim një marrëdhënie bashkë. Dhe kjo gjë më vriste shumë, Elona, me të drejtën. Ndjesha keq që isha ndryshe nga të tjerët. Ndjesha shumë keq se njerëzit më përjashtonin për pamjen. Po ai vetë si sillej me ty kur ishit me njëri tjetrin afër, keni pasur dhe intimitet? Patjetër që kishim intimitet, dhe unë mendoj që kjo ishte një nga arsyet që ai ndoshta ishte me mua. Pra ndjeshe në një farë mënyrë e përdorur për argëtimet e një djali të ri. Kam ndjesë shumë e përdorur, po.